Ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي نزل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Falëndërimi i qoftë Zotit i cili në librin e tij të ndershëm ka thënë: çdo person do ta shijojë vdekjen e pastaj te ne keni për të kthyer. Bekimi dhe shpëtimi qoftë mbi zotërinë tonë Muhammedin alayhi salatu wasalam, në lidhje me të cilin është shpallur vërtet ti do të vdesësh, por edhe ata do të vdesin. Edhe mbi familjen edhe shokët e tij të cilët kur ndodhte ndonjë fatkeqësi, thonin ne jemi të Zotit dhe me siguri të ai do të kthehemi. O Zoti ynë, mëshirona me Kur'an të madhërisëm dhe na bën prijes dritë, o grovyeës dhe mëshirshëm, mëshirues. O Zot, se hapin e kësaj që e kemi kënduar nga Kur'ani i ndershëm, dërgoj adhurat shpirtit të Muhammedit alayhi salatu wasalam, bekimi e shpëtimi qoftë mbi të dhe shpirtave të familjes dhe mbar shokëve të tij, edhe shpirtrave të besimtarëve dhe besimtarëve të gjallë e të vdekurve dhe posaçërisht të këtij varri në këtë vend. O Zoti ynë, bëre varrin e tij një kopsht prej kopshteve të xhenetit dhe mos ia bën në grov prej grovave të xhehenemit. O Zot, përforcoje këtë në jetën e gjithmonshme me fjalën e vërtetë, sikur që e ke përforcuar me të në këtë jetë dhe bëre prej atyre që nuk do të ketë frikë për të e as nuk do të dëshpërohet. O Zoti ynë, bëre shpirtin e tij të gëzuar, mëkatet e tij të falura, veprat e tij të pranuara, epja librin e tij në dorë të djathtë, llogaritë me llogaritë të lehtë dhe furnizoj me begatitët të xhenetit dhe mëshira jote o mëshirues. O Zoti ynë, ndihmon të ndalnim kundër armiqve tuaj dhe armiqve tonë, shëroj të sëmurit tonë, mëshiroj të vdekurit tonë, dhe na e përfundo me besim jetën tonë në mëshirën tënde o krijues i gjithësisë. O Zoti ynë, vërtet ne kemi dëgjuar thjesht duke thënë: besojeni Zotin tuaj dhe ne e besuam. O Zot, na i fal mëkatet tona, na i shlyje të këqijat tona dhe na merr shpirtin me njerëz të mirë ya Rabbul Alamin. Qoftë lavdëruar dhe i pastër Zoti yt i plotëqeshëm nga ato që ja përshkruaj. Paqja e shpëtimi qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe lavdi i qoftë Zotit krijues të gjithësisë. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. O robi Allahut, o robi Allahut, o robi Allahut, përkujtoje besën me të cilën ke dalë prej kësaj bote, dëshminë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Se xheneti është i vërtetë, se xhenemi është i vërtetë, ringjallja është e vërtetë, kiameti do të vjen, nuk ka dyshim në të dhe se Zoti do t'i ringjallë ata që janë në varr. Zoti që u bekuar dhe madhëruar në librin e tij të ndershëm. Prej toke u kem krijuar, në tokë do t'ju kthejmë dhe prej toke do t'i ringjallim për herë të fundit. Zoti forson ata që besojnë me fjalën e vërtetë në jetën e kësaj bote dhe në jetën tjetër, ndërsa zullumçarët i çojnë në humbje. U kujtoje gjithashtu se ti ishe i kënaqur me Allahun për Zot, me Muhammedin bekimi e paqja qoftë mbi të për profet, me Kur'anin për prijes, me qabën për kible dhe me besimtarët për vlezër. Prandaj, kur të vinë dy meleq myshdhëdhënës dhe qortues, nga Zoti i mëshirshëm e të pyesin: kush është Zoti yt, kush është profeti yt, cila është feja jote, kush është Krishti yt, cila është kibla jote dhe kush janë vëllezërit e tu. Mos u frikso, as mos u shkro, por me gjuhë të ktjellët atyre përgjigju: Zoti im është Allahu, profeti im është Muhamedi alayhi salam, feja im është feja islame, Krishti im është Kur'ani, kibla ime është Shabja dhe vëllezërit e mi janë besimtarë. O robi Allahut, tu
thuaj nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Tij. O robi Allahut, ti shkove para nesh, ndërsa ne do të vinë pas teje, Zoti na i falë mëkatet tyne dhe neve, në dash Zoti ne do të bashkohemi me ty. O Zot, mos e le këtë të vetëm, por shoqëroj me mëshirën tënde dhe bashkoje me shpirtrat e të mirëve. O Zot i madhreshëm, bëre shpirtin e Tij prej atyre që i thon duke i thënë: o ti shpirt i bindur e i qetë, theu te Zoti yt duke qenë i kënaqur dhe i pranuar me kënaqësi, hyn në mesin e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim. Qofti pasur Zoti yt i plotëqishëm nga ato që ja përshkruajnë, paqja qofi profetët dhe lavdi qoft Zotit krijuesit të gjithësisë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. E kemi një fjalim, keni dorim edhe pak për ti në vazhdim. Të nderuar familjar, miqët e pranishëm, sot nuk është një ditë si të gjithë ditët e tjera. Sot nuk jemi për të folur shumë, por për të ndjerë thellëse sepse dhimbja ja flet vetë. Në emër të të gjithë miqve tanë jemi këtu për të përshëndetur për herë të fundit me shokun tonë Shërbit. Askush nga ne nuk ishte gati për këtë gjë. Nuk mund ta pranoj që në moshën 17 vjeçare plot ëndra, plot përshjesi e shpresë mund të shuan gjithçka kaq papritur. Në një aksident, në një moment dhe gjithçka ndryshoi. Unë isha me atë në atë moment dhe ai çast nuk do të largohet kurrë nga mendja. E pas dhimbjen afër se kujto. E pas se si një jetë lodrit mund të fiket pa paralajmërim. E pas me ato momente një pjesë e shpirtit tim mbet nga jetë. Por e di që ai do donte që ne të vazhdojmë me forcë, dashuri dhe kujtim të bukur për të. Ne, klasa jote, miqtë e tu, do të kujtojmë gjithmonë si ishte i qeshur, i gjallë, i vërtet dhe i dashur për të gjithë. Në çdo orë, në çdo kujtim tu do të jesh aty i pranishëm në mënyrë më të thellë. Të premtoj që kur nuk do ta harroj. Emri do të marrë në vend dhe të ngarit dhe secili dhe ne. Dashuria për ty do të rritet çdo ditë më shumë, u pret të pasur nga jonë. U shoj se të nuk i ke si je në një përjet. Javoni Allah gëditem. Thoni është vitit e shtëpiave. Deri shumë për respektin për këtë juve. Do jemi me neve. Allah e se bot, ja bot shumë. Amen.